Paneli zgjedhor për ankesat dhe parashtesa ka aprovuar ankesën e listës serbe lidhur me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të marrë përfshirë listën e kandidatëve të këtij subjekti në shpalljen e rezultateve për zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit. Paneli zgjedhor për ankesat dhe parashtesa tha se vendimi i 31 janarit i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është i pajudikueshëm dhe në kundërshtim me dispozitat ligjore. Sipas vendimit, thuhet se shpallja e rezultatit përfundimtar bëhet pas përfundimit të numërimit dhe rinumërimit për të gjithë subjektet politike dhe duhet të përfshijë të gjithë subjektet zgjedhore përjashtim. Për këtë vendim mund të dërgohet ankesa në Gjykatën Supreme brenda 40 orësh. Po ashtu vendimi për listën serbe. Paneli zgjedhor për ankesat dhe parashtesa shqyrtoi edhe 6 ankesa të tjera lidhur me refuzimin apo të cituar të barabarta. Lista serbe, Partia Kryesore e Serbëve në Kosovë, që ka mbështetjen e Beogradit, dërgoi ankesën në panelin zgjedhor për ankesat dhe parashtesa në 2 shkurt, duke e vlerësuar vendimin si të palishëm antiserb dhe diskriminues. Kjo parti e vlerësoi vendimin e panelit zgjedhor për ankesat dhe parashtesa si fitore të së drejtës, ligjit dhe parimeve demokratike, si dhe tha se është një konfirmim i vullnetit zgjedhor të qytetarëve që i tha mbështetje këtij subjekti. Në 31 janar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit, por gjatë mbledhjes anëtarët e komisionit miratuan listat e kandidatëve të partive, përveç listës serbe, Partisë Kryesore të Serbëve në Kosovë, që ka mbështetjen e Beogradit. 3 anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve votuan, 2 kundër nga lëvizja vetëvendosje dhe anëtarët e tjerë abstenuan. Gjatë mbledhjes kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Krishnik Radonici e cilësoi të pakuptim mos pranimin e përbërjes së listës serbe nga anëtarët e komisionit, duke argumentuar se kishte kaluar afati për ankesa, pasi votat veç se janë rinumëruar dhe sipas ligjeve nuk parashikohet ankesa për një proces të tillë. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u kritikua edhe nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë tha se vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është në kundërshtim me të drejtën e qytetarëve për të zgjedhur në mënyrë demokratike përfaqësuesit e tyre. Në Kuvendin e Kosovës, 10 vende janë rezervuar për komunitetin serb. Lista serbe në zgjedhjet e dhjetorit fituan 9, ndërsa një e siguroi Nenad Rashić, nga Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë. Lëvizja vetëvendosje këmbgul në qëndrimin e saj se lista serbe është dorë e zgjatur e Beogradit, si nga arsyet pse nuk dëshiron bashkëpunimin me të. Përmend faktin se ajo nuk është distancuar kurrë nga ish nënkryetari i saj Milan Radojčić, i cili ka marrë përgjegjësinë për sulmin e armatosur në Banjë në shtator të vitit 2023. Partia e Kurtit shpreh të hapur për bashkëpunim me Rashićin dhe këmbgul që pozitat e qeverisë apo Kuvendit të Kosovës, të cilat me kushtetut u takojnë përfaqësuesve të komunitetit serb, i jepen pikërisht partisë së tij. Por gjykata kushtetuese e Kosovës konstatoi javën e kaluar se nënkryetari i Kuvendit nga radhët e komunitetit serb mund të emërohet vetëm nga partia më e madhe parlamentare e këtij komuniteti, që në këtë rast është lista serbe. Vetëm pas përfundimit të afatit për ankesat në Gjykatën Supreme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mund të certifikojë rezultatin e zgjedhjeve, proces që hap rrugën për formimin e institucioneve të reja në Kosovë.